Ne mendojmë, ta ndërtojmë një ekip që ti evidentojmë sakt të gjitha objektet të cilat edhe njëherë janë pa leje, aty ku është për mu prish, ka mu prish, në mandatin tonë ka mu prish, dhe e thëmë këta me plot përgjithësi dhe nuk kam çka mu mshef, as nuk kam çka më rujt prej askujt. Pri 3.000-ve 50%, 80%, 30%, ama një. 60%. Është shumë problem mi trajtu të gjitha këto mrena 4 viteve, mirë po, unë duhet të them një diçka që në komunën e Stogut, nuk mune me thonë që jënë nisë ndërtesat pa leje, mirë po gjatë punime jënë shtu, jënë zgjeru ose ngrit diçka ma shumë. Ky problem qëndron të punëkryqësit të investori, po edhe të blerësi që e ka ble dhe është një ngatërim kogja i pështjelt. Dhe duhet, ne mendojmë, ta ndërtojmë një ekip që ti evidentojmë sakt të gjitha objektet të cilat edhe njëherë janë pa leje dhe janë bo zgjerimi tyre ose ngritja pa leje. Kështu që do të i vizitojmë, jo të i vizitojmë, po do të ju ndihmojmë të gjitha atyre që ende si kanë legalizu, apo t'ju krijojmë një mundësi që sa ma shpejt t'i ofrojmë dokumentacionin e duhur edhe informatat e sakta që të veprojmë së bashku, bashkëpunim me të gjithë. Ne do të mu bashkëpunu të gjithë së bashku. Aty ku është për mu prish, ka mu prish. Në mandatin tonë ka mu prish dhe e thëmë këta me plot përgjithësi dhe nuk kam çka mu mshef, as nuk kam çka më rujt prej askujt, kush do më na përkra, let na përkra, kush nuk na përkra, është punë e tyre, mirë po. E thash edhe njëherë, ne nuk do të shkojmë t'i dëmtojmë të gjitha ata që kanë ndërtu investu aty, por t'i njoftojmë e ko dhe t'ju dhomë mundësi çka është për mu legalizu. Këtë që 3.000 s'munët dhe në fund mandatit, mirë, faleminderit që i real, po sa munët, ama një përqindje, pri 3.000-ve 50%, 80%, 30%, ama një. 60%.